Rindizet zjarmi I gjestit. Rikthehet gjesti me një strategji, me një shkëndimi strategji që ka për të analizuar shumë për këtë veprim që ka ba. Loja gjestit që. Loja gjestit. Ha? A duket se nezi shpinë në I fia, po si u bo? Pa tjetër që po, dhe këto janë lojna që ne presim nga jo vetëm nga gjesti, po këto janë lojna pra që janë tipike lojna. Tipike Big Brother. Jo loj, hajde ta zjarrit këtë shkyt, hajde me smirgjina. Loj më van, loj me lujt, taman me bën me zjarr blok. Tipike skem. Bukur, si të duk ty janë kjo skema? Ishte e koordinume me vllajën e madh apo ishte e bëmen kokën e gjestit vetëm? Unë mendoj që nuk ka kënë koordinume me vllajën e madh, po ka kënë e miratume. Pra thjesht mos më pengoni për një gjysë orë, ju lutem, se do për kaq, mos më thirrni në dhomë ose mos më bani në punë që do të më dhon banorëve xham. Ma lani gjysë orë banorët, mos më luni pak sa ti fus pak në lojë. Më thonë ata I japin konfirmimin. Jo sa ata I kanë thënë banë kështu, se kështu. Se vet edhe dalja ka kanë nga një dhomë ku është normale, si më thonë ai mund të thotë duhet ikni nga dhoma e xhumit se këtu kanë me marr me helikopter për shembull. Ai s'përdori derën e kuqe, si më thonë. A kupton? I futi në një vend ku është krejt normale, është brenda rregullat lojës është çdo gjë. Kështu që unë mendoj që ka marrë thjesht një konfirmim, ka bën një bisedë që unë duam I kriju një lojë edhe unë nuk e mendoj krejt kështu. Pra ne po them, unë ishte e mendoj. Sepse miratimi është, mi thon po bane, edhe po shkelin e rregulla I punë madhe e hangri. Pra, ky nuk është bashkëpunim por miratim. Kurse bashkëpunimi është që ai I ka thënë du me bë këtë lojën. Okej, kanë thënë. Por është puna që duhet me mbështetni me gjetë një mënyrë se si unë t'i diku ku edhe të fshehem. Shko te dhoma e lavanderisë. Se aty është edhe dalja e magazinimit, pra, besohet që do të dalësh prej aty. Edhe ne do t'i thona, do ta mbështesim që ti thush banorëve që unë kam me dalë këtej, po dal vetëm kur dilni ju jashtë kësaj dere. Të shumë mirë një banor mund të shkote në dhomë trafimit dhe të thotë pse gjesi është duke dalë nga ajo derë. Edhe vllai I madh duhet më I thonë sepse ajo është derë që dilet. Në rastin nëse ashtu. Në rast tjetër është që po të mos kishte bashkëpunu, do ishte dallu që gjesi është të e bë lojë sepse ai mundet me dalë të dera kuqe. Hapet direkt ajo, I bën kërkesë vllajt madh dhe del të dera kuqe. Vllai I madh, pra ka herë prapë të kjo gjë dhe ka orientuar këtë punë. Vllai I madh ka kanë bashkëpunëtor për me majt eglin lojë, që ti s'mundesh me dalë tani, thot gjesi, se jeni në kontratë, unë kam marrë leje për me prish kontratën. Shkoj herë që ajo me prish kontratën, mandej del. I tha gjesti, edhe vllai I madh a do të paktën me bashkëpunu me gjestin për me majt eglin në valle. Dakor? Okej, ai ka marrë për sipër, ai ka thënë tash do të merrem unë me banor, do të mundoj, po doli blok. Sikurse edhe vllai I madh ka bashkëpunu që bëhen këtë formë që mos quhet shkelje rregullash. Po nas ai mund kishte menduar edhe me thonë që a di çfarë, po dal prapë prej murit, e po dal krejt e oborri, veç mos maçuni se jam duhet bë për lojë. Ja I thot vllai I madh. Brenda rregulla. Lojës. Brenda rregulla bën çfarë dush. Atëherë e gjithë kjo nuk është thjesht miratim, është bashkëpunim. Për mua është vetëm miratim, mos më pengu për këtë pjesë, pra mos më vendin punë banorët ose vetëm mos më kërkoni as në dhomë trafimit, as gjë, pra mos thoj gjesti kujdes mikrofonin e këto gjërat, që më pa ditë loja që po bëj. Po do la bllaf, marrin përgjithësi. Po do më krijoj lojë më veç çikash. Sepse duhet më përfshi shumë personazhe edhe mundet me ti marr produksioni, se ti mundesh me ballë pa I thënë kërkuj. As produksioni, pas se pa ndosë. Po kjo është që ti duhet ta mendosh mirë skemen, pra. Kjo është. Ne tash ju duhet me dalë te a ishte loja se e kopjume, pra kena rast që është I kopjuar, pra. Kevin Jacobs në Kanada, kanadezi I famshëm në Shqipëri tashmë. Po. Por Kevin këtu do të thonë që a ishte kopje e bukur, nuk ishte kopje e bukur. Sepse Kevin Jacobs që kishte një fillim se po produksion po apo herë. Po produksion. Ka kanë me lojë me pas diçka të tillë marrë, më duket se ai ka kanë 10 banorë si më thon të fundit, e ka thënë kush që ta përshpejtojnë daljen, po bëjmë 10 shkopa në një gotë. Dhe njëri prej shkopave në fund ka ngjyrë kuqe. Kujt I bën ai shkop, po bëjmë me fjalë, po betohen as që ta marrin fjalën. Betohen.
Bëjmë gati të 10 valigjet, kujt i qellon shkopit dalin me njëherë. Edhe e organizuar, pa pyet produksionin. Pa loj mrena lojës. Loj mrena lojës. Dhe tërhoqen tan shkopat dhe shkopi me bishtin e kuq i qelloi këtij Kevinit. Këtij që ideoi lojën. Dhe ky mori valigjet, sa atje ishte shtëpia me shkalla. Njëti shkallë shtypi butonin që i hapet dera e kuqe. Deri aty nuk quhet lojtar i dalur. Pra ai ka vazhdu me lut me rregullat e veta, me rregullat e Big Brotherit. Jo të miratume ose të pa miratume. Po pra ne është origjinale. Dhe masi ka hap derën, edhe i ka përqafuar e kanë çatan moke së sonte aty. Patjetër. Masi ka hap derën, ka lshu valigjet e është kthy këtej, ka thonë ishte thjesht prank. Ishte prank. Edhe gjithë mandej ju vun kundër atij, sigurisht, a kupton? Edhe këtu fitoi favorin. Patjetër. Prandaj Gjesti nuk kishte një ngjarje si më ato, vetëm thjesht kam pasur një ngjarje mlolli, kjo nuk është kopje e bukur. Prandaj nuk lënë që unë sa e pashi po bëte diçka një farë dyshimit kisha, po vetëm po besosha që nga që ka shumë ditë edhe me drejtë se s'kena kanë marrë ndonjëherë, po një më ngarkesë të madhe edhe mundet me dal. Po vetë ajo sa fillova mi pa edhe këtë tuçar shumë filmi mu krijuja skena e Jakobsit atij kanadezit. Po tipike. Vetëm Gerta do ta diskutojmë se si kanë dalë banorët në këtë mes. Kopja, kjo problemi që po ditë me kopju bukur shumë, bravo qoftë. Po si loj, bravo qoftë thamon. Po kopja nuk ishte bukur, se s'kishte një që ta mylli me anën kritikuese të kësaj skeme, domethënë, unë priça që Gjesti mos dilte prej atij kapakut deri për prajm. Do të thosh se pa mujtën me ne, prit. Unë mendova që e ka marrë masa, ka futur edhe disa ushqime sa me duru, ujë, dhe do të rrinë aty i myllur, dhe natën kur këto flajnë me shku me uçu me dalë në banjo, me uçu me dalë me fshete Storm Arena. Kush do të shkojnë te Storm Arena? Ata shkojnë kur? Po. Domethënë, me sistemuar punë edhe mos mu duk në shtëpi deri për prajm. Kjo është lojë. Kjo është me të fik. Po. Kjo është me të fik. Kjo është me kriju dhomën e bardhë, që në 10 vjet po me kriju lojtari dhe jo vllai i madh. Kam kanë 2 ditë në bashkësi s'keni pa, kam jetu e s'keni pa. Po, kjo do të ishte madhështore. Po. Madhështore. Unë priça që të paktën sonte do të durojnë ai derisa të flajnë ton për me dal masi të flajnë ton që të fshet tamam. Por nuk nolli ashtu, ishte shumë më e thjeshtë. Unë konfirmoj megjithatë, unë konfirmoj edhe gjë tjetër, për murin unë e konfirmoj që është këtë plani i tij, domethënë plan që nuk ka kanë fare dhe me kun po isha ngarkesë. Mu ma konfirmon edhe prap të shmushë këtë mana që edhe muri ka kanë një gjë që me bën që kurse ka bë. Skem. Po pra ka me bë 5 gjëna kur të futen Big Brother. Kyt. Edhe si greva uris vjet, a mban me greven e uris vjet. Ai. Po futem me baj një grevë urie, se e kam bë me plan. Pata arsye s'ka problem. Por unë jap dorën sepse i vetmi që bën lojna. Domethënë unë shoh në një tjetër për këtë shtrëngoj dorën, edhe prandaj do të kem i pari sepse ajo është një lojë. Nuk duhet me vajtue me bë sikur çka ka no, se është një lojë. Shife si lojë edhe e shef më me sy nësh. Kush e shef si lojë, fiks si lojë. E diskutuam deri tash janë për me skepticizëm dhe me kush ishin defektet, por në fakt për i këtë grumull banor që janë aty mbrapa, për i këtë sezon që është finoll, Gjesi edhe me i këtë lojë, po lojna të tilla, po me i këtë lojë sidomos ka dalë në avantazh të sepse për një lojtar me zbulu të vërtet fytyrën e vërtet të lojtarëve të tjerë në Big Brother është avantazhi më i madh që mund të fitosh. Momenti që ti zbulon që njëri qëndron kështu, tjetri mona qëndrimin ashtu, tjetri kështu me radhë. Edhe niveli i forcës lojtarit, se këtu duken edhe forca lojtarit. Kam qef me të shëtiti fije në për këtë lojtarit më pikant. Dhe me thënë, i tu e ka fitu Gjesti, përveç se ka marrë edhe herë një kovë të madhe me vëmendje. Patjetër. Ka marrë, këtë fundjavë do të bëjnë spektaklin, dhe me thënë. Ai pështoj prajmin e të shtunës kreti, si fillim. Shpëtoj fiks, biles titullit do të kishim vu, Gjesti shpëton prajmin e të shtunës. Këtë do të ishte titulli më i bukur. Po, me daman. Desha me të kallëzutesh. Rezultati i kësaj skems për disa lojtarë. Unë po thamë mendimin tim ti thuaj si dush, unë kam bërë disa çështje. Reagimi me impaktin me banorët, Pas u zbulu loja atë. Rozana.
Rozana më doli shumë njerëzore. Po Sepse para, unë prisha që ajo do t'i thoj me këtë tallështi. As mundena me e thonë njerë para herë se si reagun, se edhe para ka shumë rëndësi. Se deli lojtari fort aty te para kur ai tha unë du me ikë. Po. Kur momenti që ai desh të tregoj që dën medalë, më thonë Rozana në këtë rast, e shkoi e prekur me të vërtet, sikur po shputet për një bashkëfamiljare që ikën në emigracion. A kupton? Me çame, aman mos e mbane kështu. Nëse pa çara. Rozana dhe kur u rikthyej, ishte prapë prekur në hajt shumë mirë që ishte lojë, si më thonë. Në vend që Rozana ta përdorte me ragu kundër, më thonë me këtë tallështi, Rozana prap u mbështet te ana njerëzore ndërkohë që aty është në Big Brother. Është lojë fix. Kjo gjë për mendimin tim nuk e bën lojtaret fort. Pra unë e kam etiketuar si jo lojtare fort nga rezultati i kurthit gjestit. Pyesi ta dukesh. Për mu, unë s'ka nevojë për gjithë, jo vetëm për Rozanën, për mu janë shtirje. Ti du ta shifsh si lojë zotëri. Ti du t'i thosh po mirë më pashim. Me qa, ju s'ka qa veç Rozana, ma kanë pas kena sa dush aty po. Unë si e shoh, je një lojë zotëri, bile sot fillon loja, edhe inshallah këto banor filloj me raj fije. Thjellohen, po. Thjellohen orë zotëri sa lojë më po. Çam ban mu vajtime aty më sikur ka dek dikush më po. Nuk është për vajtuma, është një lojë më zotëri. Okej, më mirë pashim. Ti mendon që kemë ti ke harru që do të më hek njerëz për shtëpitë më valla. Dhe ty po del ndav një që po ik vet. Dhe ti çane ban isha mos ik, edhe mos ik. Po, sigur edhe s'po e takon më, i kemë taku kur dalsh. Për kundra ti, mos ik. Jam mor valla, po më vjen gjëna, po mirë më ngarkes. Ik. Dhe vetëm që mu me ramën sinqerisht, jo për punë përse unë më pëlqen Gerta, po. E vetëm që ja bani ashtu. Po ik po, mandej s'ke nevojë me dalë tema, del tem, ose s'ke nevojë me i përshafut njerëzit, më nëse ke pa plan ik. Si më thon. Këtë ftoft. Po, Gerta doli këtë ftoft edhe pa plot argumenta, edhe mënyrën që se nuk e përcolli. Ti le tha, edhe te muri tha e ke bën, edhe te murit kanë pa që e ke bën lojë. Dallosh kur e ke me lojë. Edhe është vetë gjesti që s'duhet me marr më për bazë, si më thon, se i ka tana lojna. Se me ma pa bë Danja. Që me thonë, Danja, me më thonë jam të ikse. Po, aty s'ta merr mendja, po. Aty e kishte hangër, edhe Gerta për Danja kishin hangër. Bile Danja mund ta kishte bën edhe pa produksion. Që ta kishte hangër edhe produksioni. Edhe produksioni, po. Ky du me thonë që gjesti është një lojtar vetëm me lojna më. Edhe fëmijësh, po këtë biles, po. Si marr kur për më bash sikur çka kanë po fajtojnë për gjestin. Iku gjesti shqyr, iku lojtari më i fortë. Bile unë kisha dhënë. I vetmi lojtar që reagoi është Gerta, i vetmi. Bile unë kisha dhënë i kisha thënë më shumë, po ti s'ke bëf marr me dal. Ti s'ke marr, ti të bën kot. E kisha a di si ja kisha elektronik. E kishe shtyr për medal, Po ti s'ke bë, edhe me ik. Se është lojë. Është lojë më burr. Nuk arrin. Unë them edhe inshallah sot na ky të jetë ai piknisja e lojës për ton banor që ti bini fije vëlla. Në këtë mes, Gerta ka fituar shumë pikë, Gerta ka dalë lojtare shumë e fortë me këtë rast, me këtë kurthin e gjestit. Thuaj edhe për lajë. Mënyra se si ka reaguar, si para si mbrapa. Edhe argumentat që e bën atë ti je i pa besueshëm, s'ke nevojë me bë me sikur të besuame. A kupton? I gjeti shumë mirë. Hajt me e bë Aldo, ja thot, i njëjtën gjë si thati. Po ta kishte bë Aldo, do isha çuall dhe unë isha mërzit çpati ky. Po ti i këtë punë keti para 3 ditëve u holle prej murit, thotë çap, sot futesh në kapak. Nesër sa po bën një skem tjetër, lagjesh. Kështu që Gerta siç nuk e përcolli, edhe nuk e priti, edhe gjesti kryesisht vetëm te ajo ishte fokusuar më a kupton? I harroi ton, se du me dalë në fund edhe ke harroi kryesorin. Pra Gerta doli lojtare shumë e fortë. Laerti tregoi fiks një atë që thuti që pun ec me gazaj, punon me gaz, ashtu rujt karburant, kupton? Se Laerti për mirësjellje edhe e përcolli. Jo dram që haça na bën e gjithë që po ike kështu. Po i tha tu prit fare, ishte knasi e tjera përcolli dhe e priste që po të dalte një kurth i tillë, domethënë të reagonte ashpër, siç reagoi. Pra ai u lexu. Dhe ai ka rujt këto karburantet, këto qeset me karburant, i ka rujt pikërisht në këto momente. Se del Laerti aty, si marti ban shokun tënd me çaj, preke atjetër se ashtu, si Gerta më ne, a kupton? Po, përveç se Gerta nuk i tregon as mirësjellje atij. Ik më vllash që po ik, kurse ky thot, "Ok, do me ik, më vjen keq, po." Laerti doli tamam kështu,
kushtimtari i energjisë, edhe duket si mos strategjik në këtë mes. Edhe Jozi bani me qeshur, që po e thotë Gertës. Sa do ku do me kanë lojë, pra kur thotë tjetër du me dalë, ti duhet prekes, ka thonë. Jo më i bada ja. Unë e kapë, unë thash, e kisha kuptu, që, a doli që e kam kuptu? Unë e kuptova, ma po. I bani Joza, unë e kuptova, ma po. Për njerëz i duhet me. Jozi, se pa lidhi me Amberin, Jozi edhe kur kaloi Amberi që pa për herë të parë Gjesin, halli, tha u mërzite, Ja. Hall, u mërzite? Edhe reagimi Ambrit që se ka hi, nuk është maja që ka kanë, ka edhe një atë Ai, se Amberi është djallë. Amberi është djallë. Është ai, jo. Se, thash? Po. A thash, shty firi, shty ma në më, shty ma se... Ka një njollën e zezë Ambri që nuk mundet me kanë maja që është, sa do këdo dhe po zbehet kam përshtypin, edhe të kjo pjesa u përqafu më duket, e përcollim prepe, si hall, si e përcolli Ambri këtë Gjesin, të tjera? A u përqafun? Si hall pra, u mërzite, pa, i shka zemër, me atë zanin kështu, edhe u mundon me hajtë marë, po si përfundim doli mediokër, është ambicios, dhe nga ambicia tepër, e me dalë, shqyqyrë, fërkon, ajo ka fërku durët atë. Vesh du prej të personazhi kryesor, pra mas Gjesit, personazhi kryesor të është që u prek ma shumë që ka lidhe ma shumë me Gjesin është Egli. Egli, nga kjo skem e Gjesit, Egli është humsi më i madh. Për arsye? Sepse Egli dha eshnat aty të dera. Unë zorri shpirtin për gojet, unë kam medalja dhe të shpërtyje. Unë shqyqyr, marë. Ti, unë njerë prej tetë kam najtë, unë kam dash medalj ka herë, po qam në të bëha ty. E vunjat në pozit dhe me këti ma ke bërç këtë mua, kupton? Prep pozit, pa. Dhe në fund, Gjesi u këthy në shpi dhe u marrë me Gertën, dhe as do të me adit që ja ekziston në fund Egli që shmenet aty dhe me sikur po la eshna. Shkej tha dhe Egli që mëndet është që qëtësoj e kështu, jo për mu i thama, po për veti ti për rukëtimin, si më dhanë, qëtësoj merë vetin, si më dhanë, për t'ja fort, jo për mu si e bana këtë prengën. Po për qa ka hi Egli, më vla, a kanë hi, përveç Egli tjerë që është pyetja kryesore, a kanë hi me fitu këtë Big Brother, më bu? Si më rëthona unë me zi prita, unë shqyqyr më, si po dalë, si më shqyqyr si po dalë, ma ke hi lojë, ma njët jabet e mundësi më. A keni hi mërë njerëz me fitu i këtë lojë më vla, si fitohet loja, ma duke i thonë ati mos del, duke i thonë ati shqyqyr po dalë lonë, që është kja lojë më vla? Kundërtën e 3 herë, është e kundërtën në kub. Kundërtën në kub që me dalë lërë, tek në kub del tek prep, si që me dalë. Tek, mas 3 teka është del prap tek. A kuptën se s'ka se si. O popull, duhet me pasi lojë dhe edhe ato që kanë hi, duhet hin për me fitu. Dhe për me fitu nuk bëhat as me i ka dola, as me hina e dola. Në rastin e Eglit, unë di me thonë që Gjesin këtë mes nuk ka as një faj. Se ja ka bëtë qartë disa herë që në qo se kena në i gjatë dhe të nollin në kuptimin, aqë sa mundet me nollë mrena këti afati kohor dhe mrena këta i loje, se është edhe ka herë egzagerume me mendu që dashnia ma madhe që gjeta, vetëm unë e kam gjetë, tanë e kanë gjetë aty. Dhe me thonë, nuk është e veçantë. Sikur se dhe Gjesi se ka në plan me lojen për asi gjo. Edhe i vetëmi person që i ka bë dam Eglit është Egli. E ka shpërfytyru vetën vetë. E ka ngatullu vetë dhe të shti zdin me nëjsh ma dhe shkon keqe ma keq. Aja të shti do me nëjsh i koherente të shti që unë vetëm për Gjesin dhe të shti ma që a banë vetëm për Gjesin, se po dukem keq ba mu të rek, po nga krau tjetër publiku me nëjnë që gjun me domate tjetër, pra është aja... Ajo s'ka që duket ma se është duket, dhe më thënë, nuk e besoj edhe vete din që nuk është se s'ka ka një gjë që s'ja duk. Aje i ka zbulu të tëna për mu duke kundër ta. Por po dollë, ajo si qështë. Gjesti ashtu është faqë vazhdimisht që e ka si penges, edhe e venën pozit, se normal që ajo fill i banë viktime i del gjigjami e thanë, se unë lesh a lojnë për ty të shi qa banë, se aje i përdorë të shi ta gjana. Dhe e venë pozit edhe kam për shtypin që vlaj malë dhe të gjenë një skemë bukur për me dzere. Kam për shtypin unë. Dikush tot është finalist, kam në gjuhë që është edhe finalist i pa diskutushëm, po. Tjetë Egli,
Unë kam po që e fiton edhe Egla, ma. Nuk kam që mu habit, ma. S'kena që mu habit, jo. Po nuk habit të ma hiq. Na analizojmë bas disa bazave. Kush se fiton, ma. Ka fitu Egla për mu. Se shumë seriozisht na bën vakitesh i prej thymjes totale që ka pas të paktën loja e Eglit, a kupton, mundet me kanë Egli edhe kërë tjetër të shqysh nesër, a kupton. Që thotë ndërzohem të kjo lloj loje, veç kur shohim në Egli tjetër tash. A kupton? Veç kjo duhet me prit. Unë ju jap një fill, Si përfundim, tanë lojtarët e tjerë që nuk i kena përmend, na kanë rezultu salladë ruse me shoqënu në i pjatë mirë në mes aty, meze. Si përfundim i gotë rakije në isën, ashtë dhe salladë në ruse aty në mes me këto. O Marë, nuk është Stefanin me kanë si personazh i mirë, si me kanë VIP i madh, si me kanë një i keq shkarën si, nuk është Stefanin që din me lutë këtë lojë më bo. Nuk është Stefanin më bo. Nuk je lojën mërë, se si aty vlerësu njëri unë të shiktu. Bravo. Pra, shifeni i dashnë në publik, shifeni si lojë, shifeni i fjeftoft. Jeni pak ftoft që ti analizoni edhe këtje gjanat. Ti të bo fushat për Gertën, ti të bo fushat për Gertën. Jeni pak të vëmendshëm që kur qanë dikush, ose kur ashtu, mos përfshini jo si kur që nëse më ka ramu një halmër. E vërtet është, e vërtet. Po them. Shifeni i fjema me sportivitet, marë. Me sportivitet, jo ma ftoft, pra, me sportivitet. Sepse është një lojë. Ato duhet me shit veten për vetë e kanë si me ta. Dojnë me shit vetën, e kanë gjetë kostën e vetë ato. E që me që dramatizu të me që i bën edhe këtë thirrjen për me i u largu emocioneve falsos që i transmetohen dhe i përjetojnë disa njerëz i jashtë me të vërtet. Po, me të vërtet. Keni aty të kanali jonë, që ose s'keni bo subscribe alo, të shorcat, mush në Barceleta është bo, mush në Barceleta për i vete, për junit. Zhile, kena bo zhile atë vend me Barceleta. Që të mos gjatë në mo gjatë. Edhe shpresoj të kemi lojnë atila, sa më shumë të kopjume apo jo, s'ka rëndësi, po të kemi një shto lojnë atë. Po të në fillon standardet i ndryshe. Shpresoj të nërojnë standartit që sot, bravo, për gjithë banorë. Të bëjnë kjo marë, Rizarta marë, një lojë që po kjo marë. Presim nga njerëzve të bëjnë lojë. Si përfundim, loja Gjestit? Loja Gjestit, kështu, si banaj Visjani, a i fejum, apo i e që që loja Gjestit sot ishte për të komplimentu. Për smarit. Shifena. Jeta ju i zjerma. Në zjerma tjerë, shifena.